Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë ka nisur vaksinimi i stafit mjekësor kundër gripit sezonal 2025-2026. Drejtoresha e Spitalit Infektiv, profesoresh Najada Çomo, u bëri thirrje të gjithë stafeve mjekësore, infermierëve, stafeve mbështetës dhe punonjësve të kujdesit social e shëndetësor që të kryejnë vaksinën. Stafi i shërbimit infektiv, i cili sigurisht është shërbim që përballet me pacient që kanë sëmundje të ndryshme virale, përfshirë edhe gripin, sot nisi procesin e vaksinimit. Jemi vaksinuar një grup mjekësh, infermierësh, sanitarësh dhe në ditët në vijim besoj ne përfundojmë vaksinimin e plot të stafit që punon në shërbimin infektiv. Vaksina kundër gripit është mjeti më i fortë që parandalon dhe ndaj ata që janë persona që kanë sëmundje kronike, ata që janë staf mjekësor apo që punojnë me pacient siç janë psikolog, sociolog, ata që punojnë në azilet e të moshuarve, janë të lutur që të nxitojnë për të vaksinuar në vendet e punës ku vaksina ka mbritur. Çomo vuri në duke se vaksina kundër gripit është mjeti më i fortë që parandalon infektimin nga virozat e stinës. Ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se të gjithë qytetarët që duan të kryejnë vaksinën mund ta rezervojnë ditën e tyre në e-Albania. Më tej, Ministria e Shëndetësisë i bën apel qytetarëve që të vaksinohen në qendrat e vaksinimit më të afërta, pasi vaksina shpëton jetë dhe në këtë mënyrë mbrojnë veten dhe të tjerët rrethjush. Fushata e vaksinimit antigrip ka nisur në datën 22 shtator, ndërsa janë 280.000 doza vaksinash në dispozicion të qytetarëve të shpërndarë në qendrat shëndetësore në vend. Vaksinimi i personelit shëndetësor po vazhdon në të gjithë vendin, ndërsa janë njoftuar qytetarët e moshës së tretë, gratë shtatzëna, fëmijët dhe të gjithë personat që kanë sëmundje bashkëshoqëruese.